pasione të këtij lloji, po këto janë pasione të dashurisë të cilat duhet ushqehen. Duhet ushqehen nga mëngjesi deri në darkë edhe nga darka deri në mëngjes. Në fakt, të gjitha format e dashurisë, të dhënies dhe të marrjes së saj duhet të ushqehen. Por nëse unë do t'i dija dhe do t'i thoja të gjitha, për çfarë do duheshin 5 njerëz të mrekullueshëm që janë sonte në panel. E filloj prezantimin, do ta filloj prezantimin me Elsa Ymerin, moderatore në Club FM, për një arsye shumë të thjeshtë. Unë nuk jam ndonjë talent i pazbuluar, se s'ka pasur kush të mos zbuloj në fakt deri dje, po shumë urime për ty edhe mund ta këndoj. Elsa ka ditëlindje, sot të të uroj ditëlindjen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Elsa. Happy birthday to you. E qinde Elsa, dhe me qëra fjalla, Andi Stafuka, këngëtar, sa mirë që të kishim, për të kënduar këngën e ditëlindjes, mi mbroma dhe mirë se erdhe. A i na kryon një lloj ndjenje varësie, kështu, varësie janë të tmerrshme në fakt, po thoja për të ditur se çfarë thotë Shën Valentini për shenjat në përgjithësi. Do flasim sot për horoskop të dedikuar drejt dashurisë, vetëm aty. Harojeni sot s'ka lek, ka, po nuk do flasim për para. Jorgo Pulla, astrolog, mi mbroma mirë se erdhe, ju falenderoj. Mike e kësaj studio e dashur si gjithmonë, e buzëqeshur si gjithmonë, Angela Peza, psikologe, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë mbroma, mirë se u gjeta, kënaqësi që jam sonte këtu për të folur për këtë temë kaq të veçantë. E ke për zemër, a? E ke për zemër. Mirë e ke sepse në këto situatë ritoli në fakt, mirë është të flasim për sa gjëra më të ëmbla dhe më të bukura. Mirë se flasësh për dashurinë sesa për problemet të tjera sociale. Të paktën një herë në vit, të paktën. Ne jemi takuar gjithmonë në orët e para të mëngjesit në programet e mëngjesit, takohemi për herë të parë pas dite me Helena Halilaj. Nëse unë do të vendosja titra për ty, Elena, kush e di sa shumë duhet bëjha, kështu që të kam quajtur poete, se në kuadër të këtij titulli të kemi sot në program. Dashuria poezi është, kështu që dashuria është poezi dhe poezia është dashuri. Tani, do flasim për dashurinë në mënyrën se si ne e konceptojmë dhe me kë flasim për kë. Tani unë nuk do t'i përmend me emra se kush e tha tamam, po një pjesë të për personave në panel pyeta, ke dashur ti? Edhe gjithoni për momentin jo. Çfarë e vështirëson Angela të foluni për dashurinë hapur? Sikur të ishte, ku diun, ka njerëz probleme për të folur hapur për dashurinë. Atëherë, si fillim, dashuria është ndjenja më e bukur dhe më e përfolur për gjatë gjithë historisë të njerëzimit që me lindjen e tij. Është një ndjenjë të cilët edhe Maslow, pra e ka vendosur tek piramide dhe te shkalla hierarkike e saj që njeriu ka nevojë për siguri dhe për dashuri gjatë gjithë jetës së tij. Dashuria si koncept, sa më shumë që është studiuar, sa më shumë që është hulumtuar për këtë gjë, normalisht kanë arritur në konkluzionin që është ende akoma më shumë magjike. Sa më shumë zbulon, aq më magjike bëhet, aq më e bukur edhe mbi të gjitha me radhë. Nëse do flasim për konceptin, për kulturën shqiptare, ne jemi të prirur që dashuria të jetë një dashuri e zjarrt, një dashuri me pasion, një dashuri e cila shprehet më së shumti nga të dy palë, nga të dy partnerët. Çfarë na vështirëson neve? Unë besoj që të ketë një vështirësi për të folur për dashurinë. Kultura patriarkale mund na ketë bërë që meshkujt ta shprehin pak më pak dashurinë për femrat nga oratoria e tyre, pra për t'ia shprehur meshkujt. Kjo na komplekson, domethënë kjo mund të marrë në një lloj kompleksi që meshkujt në përgjithësi nuk e shprehin me fjalë dashurinë, po priren mbase për ta shprehur me vepra, duke i dhënë dashuri, duke i dhënë atashim, po jo nga ana orale, pra nga pjesa e të folurit. Ndërsa femrat janë ato të cilat përqendrohen më shumë tek detajet, që përqendrohen më shumë tek pjesa e romanticitetit, e letrave, e gjesteve të vogla. Nëse ti do më lejoj edhe pak kohë për t'ia lënë fjalën pastaj edhe pjesës tjetër të ftuar, shkencërisht, nga ana shkencore, për sa i përket zonës së trurit, është zbuluar kjo gjë, që meshkujt në bazë të korteksit vizual janë që bien në dashurim në pjesën vizive tek femra, kurse femrat janë dashuron me pjesën e hippokampusit. Dhe këtu lind pyetja e madhe, që pjesën më të madhe të trurit e zën hippocampusi. Mos vallë femrat dashurojnë më shumë se sa meshkujt? Dhe këtu mund të lindin mbase dhe ajo pjesa e kompleksitetit që ti thua çfarë na komplekson neve për të folur për dashurinë? Jo, prit një sekondë, se kështu si po thua ti po bëj llogarit i bie, apo ndoshta kam gabim, mos kanë çunat pak më tepër tru, jo?
Jo, po them që pjesa më e madhe e trurit është hippokampusi. Dhe femrat dëshirojnë me hippokampusin e tyre, kështu vjetra. Dhe duke e parë në këtë lloj pikpamje, pra janë më të thella, kurse meshkujt janë më sipërfaqësor. Po shkuar më shumë detaj dhe hippokampusi është përgjegjës për kujtimet. Domethënë për kujtimet që ne dhe femrat janë më të prirura për të kujtuar detajet, për të kuptuar pjesët si u pan, si ishte buzëqeshja e tyre, si ishte dashuria, si u prekën, si iku unika, po ti vësh re femrat përshkuan edhe ngjyrat e murit, edhe sa lule kishte rreth e rrotull, edhe sa tavolina, sa pak njerëz, si ishte efekti, domethënë e përshkuan çdo gjë me detaje, ndërsa meshkujt janë më shumë të përqendruar tek pjesa vizive që si e shikojnë partneren e tyre. Shiko, kemi 3 personazhe të cilët për shkak të funksioneve që kanë në punën e tyre, e kanë të pamundur ta shohin po themi veprimtarinë e tyre jashtë dashurisë, jo vetëm në kontekstin personal, po sepse duhet që ajo që bëjnë të shijojë edhe të tjerëve, siç është poezia e Elenës, kënga e Andit, apo fakti i të qenit personazh që përveç të tjerësh duhet merret edhe me dashurinë e të tjerëve, siç është Elsa në tendencën për të krijuar një lloj modeli të ca të rinj që të dëgjojnë. Elena, sa i qetë duhet të jetë njeriu që të shkruaj bukur për dashurinë? Duhet të jetë i frymzuar. Pastaj se nganjëherë edhe këto edhe trazira të shkruash, mund të shkruash. Mendoj se poetët flasin më shumë për dashurinë se çfarëdo lloj profesioni tjetër, sepse edhe kënga merr tekstin, merr poezinë. Pastaj poetët flasin edhe fort, edhe bukur, i bie nganjëherë dhe nga kina, nganjëherë flasin drejt për drejt. Edhe në Shqipëri kemi pasur gjithatë mentalitet, po ama kemi poetë që kanë shkruar shumë bukur për dashurinë. Për sa i përket pastaj këngës, kënga thjesht i jep atë melodinë tjetër, ndoshta e përforcon, e dublon dashurinë. Poezia është e përjetshme, duke përjetësuar poezinë, përjetëson dashurinë. Në një farë forme poezia nuk ka kohë, dhe ti dashuria është e njëjtë, mendoj, nuk është se ndryshon teknologjia apo tjerë. Pasioni është pasion dhe lind nga qenia njerëzore, është një farë ndoshta zgjimi një qelize, është kimi, është reakcion. Nga mouse i kompjuterit. Do të thënë, nuk është teknologjik as praktik, as matematik, dhe poezia është një farë formësimi dashurisë, dhe vetë dashuria e pas është një farë poezie, dhe dashuria përderisa është intime, është private, dhe ajo poezia nuk du të jetë 100%. Më thënë, e shfaqur totalisht, ose ndodhë në ditë e sotme që janë më shumë poezi, le themi, erotike shumë të theksuara, ndoshta njeriu ka nevojë të ruaj pak edhe ato privatësinë e vet, ato të thonërit pak me largësi, pak rrotull, jo direkt ndodhen ditë e sotme unë të dua ty. Ç'është kjo unë të dua ty? Ti duhet më bësh të më kuptosh që unë të dua ty. Më bëj ta kuptoj ose më frymëzoj ose unë të nxitem edhe të mendoj ky person pse dhe si më don. Ditë e sotme kemi edhe tekste si më le, si të larsh, si më the, si thash etj. Më thonë tekste shumë banale. Kjo nuk është dashuria, kupton, dashuria është shumë më e madhe se sa kaq. Edhe veprat më të bukura janë shkruar për dashurinë, edhe filmat më të bukur. Dhe kjo tregohet në rëndësinë që ka dashuria tek individët. Pra, sa i shkurin flokët gocat Andi kur dëgjojnë këngë për dashurinë. Ose edhe melodi romantike, që mund mos jenë të përjetësuara me fjalë dhe me tekste që shprehin një mesazh, se ka dhe reagime këtu në studio, se sa bukur mund të dashurojnë njerëzit me romanticizma, janë shumë të ndjeshme. Pse janë më të ndjeshme gocat ndaj këngëve të dashurisë se sa çuna? Ti e shikon për ditë ose për herë në kontaktin që ke në live-et e tua. Gocat janë ato që. Ndoshta ka më shumë çuna që i bën këngë gocave. Me bukon gocave. Ej, me që po mendoja tash, ka edhe një këngë për Kozetën. Ka edhe një këngë për Kozetën, po s'ka i tekst bukur ajo. Ka edhe një këngë për Kozetën, vetëm se kanë ngatruar një gjë të vogël. Unë nuk jam zemra vogël, jam zemra madhe, kam dashuri për të gjithë. Kështu që për këtë arsye s'mund të më dedikohet mua ajo kënga. Elsa? Është drejt ajo që tha, teksti është gjithçka që ngelet. Nga teksti fillon gjithçka, pastaj muzika është bukuria që i shtohet. Por poezia që mbetet është nga teksti. Në fund ama këngën e përshëllim ne kur vjen puna për melodinë. Në ditën e dashurisë poetët kujtohen më shumë sepse e ka thënë ky edhe marrin shkruajnë dedikime, kartolina dhe pa poetët s'kan ç'a bëjnë ditën e dashurisë njerëzit. Harroja të muhabet, domethënë nuk s'kan ç'a thonë, nuk kanë ç'a thonë sepse nuk autenticitet. Nuk riprodhojnë gjithë njerëzit sepse mund të kesh dëgjuar dhe ose edhe nëse riprodhon nga ajo çfarë ti ke marr, ke lexuar, ke dëgjuar, ose ndoshta të është fiksuar nga shkolla e mesme, dikush ka studiuar pastaj letërsi. S'po flasim për këta lexuesit që kanë traditë, që lexojnë vazhdimisht, po flasim përgjithsisht ato shprehjet e dashurisë, thënit e dashurisë i memorizojnë edhe i rithon her pas here, sidomos
në ditën e 14 Pastaj poezia zë përqindjen më të madhe të shprehurit të dashurisë. Nëse ne do merrnim një peshore ose do merrnim diçka e cila ti masin, gjithmonë poezia është përqendruar tek dashuria, sepse është ndjenja që ka intensitetin më të lartë, edhe shpeshherë të paktën edhe në psikologji dashuria është quajtur lloj patologjie, le të themi, domethënë që dashuria është vërtet një ndjenjë apo kalon në një neuroz, apo kalon në një sëmundje, domethënë sepse varësia ndaj partnerit mund të kalojë në të tjera aspekte, po që rikthehemi pas pak për të folur për këtë. Shikoni, nëse ka ndonjëri që të më shpreh dashuri, nuk e dua me këtë formën e peshores, me poezi, se që ka shumë këto. Dua një formë më origjinale, me pikturë, me skulpturë, me serenat, me instrument, me melodi. Elsa, duket sikur, si të kam thirrë në Pallati 176, Elsa. Se më shlekuar e më shumë. Ti mendon që ka nevojë për një ditë në vit njeriu për të kujtuar që ka e bërë ca mëkate në të kaluarën, e vetë dhe duhet t'i shpërblej tani partneres. Po, ndoshta do bëjmë kështu klishe, po jo. Nuk ka gjithë thonë jo, po nuk ka nevojë. Nuk është e nevojshme. Edhe pse ndoshta kjo dita mund të qëndrojë në sensin e asaj që e rikujton. Po s'kemi pse ta rikujtojmë dashurinë, se po e kemi çdo ditë rreth rrotull në çdo formë. Asa harrojmë dhe as kemi pse ta kujtojmë. Eksakt. Sa komerciale është, se keni vënë re, duhet me kursu që nga dhjetori për Shën Valentinin. Shumë komerciale është, sidomos me ato lulet. Jo, mua më pëlqen shumë pjesa kur i i merr lulet dhe ecën me ato në rrugë, që në pjesën më të madhe të rasteve i ke blerë dhe vet ato. Për të qenë trend. Se harrova të falenderoj Andin që më këndoi shumë bukur çfarë për ditëlindje, se nuk mund ta bëj më bukur se një këngëtar, nuk e bën asnjëri. Pra dhe unë zërin e dytë. Pra ti ishe bërë vokal tani të luta. Jorgo, Pa. Ky Shën Valentini, çka ka parashiku për ne nesër? Si do i kemi? Cilat janë orët më të mira për të bërë dashuri nesër? Është kënaqësi e veçantë, unë për Shën Valentinin kam bërë dhe është ky horoskop. E ke bërë gati, ë? Është ky horoskop që do shpjegoj për çfarë. Ti ke një marrëdhënie të shkëlqyer me kamera, atëherë pas here u them që kot kam unë që bëj kaq vite televizion, se ti je perfekt, diku të drejtohesh edhe na ndihmon shumë. Unë mundohem që të jem se të kuptoj njerëzit sa më thjesht. Për mua, dashuria është gjithçka. Fillon, lind dashuri, rritet dashuri dhe vdes dashuri. Nuk ka asnjë presë, nuk mund të heqësh edhe zonjë që të folë pak më parë. Është vërtet një nuk transformohet fare gjatë rrugës? Unë do të thosha jo. Por dashuria thot këtë, më jep 1 minutë sinqeritet. Prit një sekondë, vetëm një moment. Po pse kur thon për shembull për çiftet që ka kaluar shumë kohë, më mos jemi bërë si motor edhe vlla. Nuk ka ndryshuar dashuria këtu? Nuk ka ndryshuar sepse dashuria thot kështu. Më jep 1 minutë sinqeritet, jap të rjetën dashuri. Kush e ban këtë? Po më sa për ma the mua para se fillon të emisioni. Ky është realiteti. Pastaj për Luanin, Jo për Luanin, flasim përgjithësi. Atë çfarë ndikohet këtu? Pse shenja, se unë marr me këtë punë merrem. Po mos na pyetini ne pse, se ne duam përgjigje. Ja po përgjigje. Dakor. Atëherë, nëse do marrim 2014, si sot një vit ka qenë Shën Valentini. Ka qenë ditë premte. Tani bie ditë shtunë. Atëherë thotë që çdo problem që ka qenë në atë kohë mund të riparohet nesër me firmë Jorgo Pulla. Dhe pse? Prit konkretisht, nëse një vit më parë në datë 14 unë kam patur një problem në marrëdhëniet sentimentale dashurore. Domethënë duhet pres Shën Valentini nesër që të rregullojë, s'ka pas kohë një vit. Nesër fillojnë gjërat që fillojnë dhe telepatia shpirtërore e brendshme, ndikimi i brendshëm shpirtëror, sepse dashuria nuk është thjesht marrëdhënie e dy personave, por ka shumë gjëra që lidhet me dashurinë, nga gjithçka. Atëherë ne mund të themi, do të thuash, të gjitha shenjat kanë fatin e tyre, shansin e tyre. Por nëse ne do flasim këtu kemi ndikimin, kemi peshqit, kemi ujorin, kemi dashin që janë shumë të favorizuar një nesër, idealja. Por dhe kemi Luanin. Kush është dashi? Kemi dashin, kemi peshqit dhe ujori. Hajde Andi, pas që nga dita jo nesër, Andi. Po të shikojmë. Që kemi të favorizuar. Kemi planetet që ndikohen, planetet kaq shumë. Ose jo. Dhe Marsin kemi Hëna është. Për mua, planeti Hëna, që është ndikimi që lidh dy persona në jetën sentimentale shpirtërore, është telepatia, është shumë gjëra dhe lidhet direkt. Përse përket për ditën e nesërme, të gjithë kudo ndodheni në Shqipëri, në diaspor, keni pas një problem para disa kohëve. Mundoni ta riparoni, sepse është koha që juve të zëvendësoni gabimin ose ta riparoni atë gabim që keni bërë, është diçka shumë interesante dhe do ta shikoni edhe vetë se çfarë ndikimi do të ketë dita e nesërme. Është diçka shumë interesante dhe shumë favorizuese. Një sekondë, se ti mua më habit, ti thua përpiquni që të rregulloni gabimin. Tani këtë mund ta them edhe unë. Nëse keni bërë një gabim dje, përpiquni ta rregulloni nesër. Sepse këto planetet këtu kanë 2-3 këndshë që nuk është shumë gjithmonë. Nuk do gjithmonë. E kuptoj.
Dhe po të vëmë re këtu. Nuk favorizojnë gjithmonë. Jo, po, kemi edhe ndikime, sepse çdo dy të gjysmë kemi ndikimin e hënës. Mërkuri është komunikimi. Mërkuri me Marsin, Marsi që është ndikimi i planetit kryesor i Dashit. Dhe ky ndikon kaq shumë tek peshqit, tek Dashi dhe tek ujori, që jep një mundësi kaq të madhe që mund të jemi diçka shumë interesante mund të kemi. Edhe lajme të mira do kemi. Pse jo, do dëgjojmë një lajm një personi që do marrë një lajm të mirë Angela për Luanin se kemi pse jo. Kemi edhe Luan, po, Luanët, ndikimi i Luanëve ka një diçka shumë interesante. Kam pas një çështje problematike Luanët, në fakt kanë bërë shumë për dashurinë, ne mos flasim për dashurinë. Flasim për dashurinë. Por Luanën përgjithësi. Po kjo varet pastaj në datë, varet mos i hyjmë të gjëra, por flasim për dashurinë. Në lidhje me çështjen. Nëse do të marrim gjitha shenjat me radhë, për shembull, në shumë të raste flitet që dashi me dash, ose nëse do të flasim kështu. Gjitha shenjat me radhë, unë do të thosha këtë, të gjithë shenjat komunikojnë me njëra tjetrën. Ta jap me 1 milion %. Sigurisht, jetojmë komunitet. Në një kohë pavarësisht shenjës. Jo, unë mund të them të komunikojmë. Po të vëmë re, vini re që flitet shkruhet që nuk shkon dashi, e supozoj unë me ujorin, ose nuk shkon shigjetari me demin, ose nuk shkon, s'ka lidhje fare, është natë lidhje. Të gjitha gjërat janë këtu, këto planete kur përputhen diçka, në kohën që lidhesh, në kohën që bën një bisedë akoma, e ta jap 1 milion, edhe sikur 100 vetë futen për tintar nuk i ndajnë dot. E Andi kur takon në një gotë për herë parti, pyet çfarë sheh horoskopi e? Jo. Me sa kuptova nesër shpërthe thot. Nesër do shpërthesh. Më sa ku të Nesër Andi ta si shen nuk e thot jo. Nesër Andi ka një ditë natë gjatë nesër, kështu që unë do jem gjatë gjithë kohës duke monitoruar se a ka të drejtë Jorgo për ty nesër apo jo. Për ty edhe për mua, se ne jemi e njëjta shenjë, ne të dy bashkë. Edhe ka diferencë shenja nga shenja, ka diferencë. Ujori, edhe unë pra. Po, në datinje pastaj? Ujori? Unë ujori. Gëzon, Virgjeresha. Apo ishte Virgjeresha, ishte Elsa ujori. Apo se unë gatruam. Ne të dyja do shpërthekemi. Ne të dyja do shpërthekemi nesër. Unë një ruj kështu në hapësirë. Si e ka Virgjeresha nesër ditën? Virgjeresha është shumë mirë herë në mos them këtë vit, po edhe për dita e nesër është dita më ideale sepse ka shumë plane që ndikohen direkt tek Virgjeresha, për plan që ka ose është në fushën e muzikës, në fushën e vet, në çka do të bëjnë, por mund të them dy gjëra dhe bile ka idealitetin që ka sepse merr ngjashmëri nga ana e mamastia dhe ndikimi që ka shpirtërore të brendshëm, lidhje me jashtë, ka shumë lidhje me jashtë, nuk e diskutoj këtë. Ka diçka me firmë apo me vull. Ka diçka shumë interesante se janë ditët më të mira me ideale. Lajmet që do të marri, ndikimi që do ketë shumë mirë. Dhe është në përfundim të një çështje tjetër në lidhje me muzikën, që ajo do ka përshkruar. Do marrësh një kontratë me Supersonic, pak më vonë. Angela, se marrë një me shaka me Jorgun, dhe jo më mirë kuptoni, po sa e rëndësishme është të ndjehet njeriu i lumtur ndërsa i bën gjërat që do. Do me thonë, a mund të ushqejë dashuria nëse nuk je në mjedisin e duhur, nëse nuk bën punën që do, nëse nuk ke miqësinë që do dhe ke interesa të përbashkëta me një grup njerëzish, a janë të lidhura ngushtësisht, a mund të jetojë një njeri vetëm i dashuruar edhe jashtë përtej mjedisit të jashtëm botës, jashtë partneritetit në çift? Nëse ajo shpreh që nuk ka lumturi individuale pa lumturi kolektive, thonë në një mënyrë pak më të kuptueshme, në koncept më të gjerë. Të bërit me dashuri gjërat, normalisht që kërkon një investim nga ana e individit dhe nga ana e mjedisit ku ai jeton. Sepse nëse flasim për shembull të bësh me dashuri punën që ti bën në përditshmërinë tënde dhe të marrësh po feedback dhe mirësi, motivime, emocione, të marrësh siguri, të jetosh në paqe, duhet që të favorizojë edhe pjesa tjetër e mjedisit social. Si mund të favorizojë kjo gjë? Duke qenë mirënjohës me të tjerët, duke qenë të mirëkuptueshëm, duke qenë tolerant, duke ditur si të buzëqeshësh, duke ditur që si të rezultosh stresin tënd të brendshëm kundrejt pjesës tjetër rrethuese. Janë disa lloje gjërash që janë ndjenja bashkangjitëse të pjesës të qenit në dashuri dhe në paqe. Megjithatë, dashuria gjithmonë është parë si një kult le themi ideal ose një lloj kulti i kthyer në një mit, sepse është e pamundur që ti të kesh atë lumturinë me të qenit i dashuruar. Ne mund të flasim edhe për një person që është shumë i dashuruar kundrejt makinës së tij, mund të jetë shumë i dashuruar me partnerin e tij, me profesionin, e me shumë gjëra të tjera që mund ta karakterizojnë atë si individ. Mirë po, kjo gjë
mund që atë mos i sjellë drejt për drejt lumturi këtij individi. Më thënë, dashuria mund ta bëjë arritje personale se sa si dashuri. Mund ta bëjë që të ndryshojë totalisht sjelljen e tij të mëparshëm dhe mund mos ndihet komod, po aq edhe të dihet i qetë, mund të prishi gjumin, dashuria të lëpaj gjumin, pastaj fillon andi këndon serenata. Domethënë ka E du di që thjesht ideja sot ndoshta se e përmendi dashuria, jo makina, jo si ka qenë dashuria dikur kur nuk ekzistonte makina, ekzistonte ndoshta një karrocë, kështu e bukur. Dashurohet e ferma ndoshta nga karroca, sa karrocë bukur ka. Ande. Ne kal, po. Ne ekziston dashurohet me kalin, kjo është tjetër gjë. Ka pasur mjetë rrethuese. Okej. Mirë, statusin social, po themi, të personave, nuk është se nuk e kanë ndërruar dhe më përpara. Si thonin, ne shkojmë në derë të mirë, ose do ta çojmë në derë të mirë. Pavarësisht se mund mos ketë çojmë bajazimi midis BMW-s me xhama të zi apo celularit të fundit, dëshirën për ta projektuar të ardhmen tek familja e mirë, po themi, ekzistonte. E gjuanin këtë të shkuar dëshira. Ne projektojmë me kohën, po desha që të mos ndërpres Angelën, ishte ajo që tha më parë dhe që më nxitit, e pjesa që e transformon pak njeriu në ajo pjesa dashuria për makinën e tjerë. Dakor, janë ca gjëra materiale që në momentin që njeriu nuk i kishte më parë i ka, vjen një stat i jetës që mund t'i ketë, ndoshta të transformon edhe t'i bëhesh pak natyrë, kështu patologjike edhe neurotike, po jo gjithmonë. Unë besoj që varet si e interpreton dhe varet se si ti e përthitha të gjithën brenda teje. Do të thënë ti beson te fërshëllima poshtë balkonit. Nuk dua ta kanalizoj vetëm te kjo pjesa, domethënë, po e marr shumë dimensione. Pse mund të kesh një makinë të mirë, nuk do të thotë që nuk e do atë punën që bën çdo ditë. Domethënë, mos t'jemi vetëm te kjo pjesa, mos qëndrojmë këtu. Desha ta ndaj pak këtë që mund ta kesh makinën e mirë, por nuk bën një përshtypje. E merr si një gjë të mirëqen dhe vazhdon të jesh një njerëz që frymëzohet. Si pjesë e plotësimit të nevojave, pavarësisht se nga jashtë mund perceptohet. Eksakt. Marka e mirë, po themi. Ti vazhdon të jesh një njerëz që frymëzohet, një njerëz që i do gjërat që bën çdo ditë, një njerëz që lexon një poezi edhe që merr një lloj kënaqësie estetike nga ajo etj, gjitha këto bashkë. Jo, nuk është ideja thjesht materiale, se në një farë forme dashuria është komoditet i brendshëm, është një farë qetësie, një farë sigurie që ka personi, por po saj është një katalizator shumë i rëndësishëm, se kur i bën gjërat me dashuri, kur ke dashuri, ke edhe çfarë jep, kur i bën gjërat me dashuri, ke më shumë produktivitet në punë. A bësh njëri më mirë, atë bën dashuria njëri më të mirë? Më të mirë. Ne bëjmë të mirë për ditë duke dasht, ne bëjmë të mirë. Dhe duke dasht japim dhe shembuj të mirë. Sepse njeriu nuk është se vetëm do marrë, do japësh. Madje dashuria është dhurata që jepet dhe asnjëherë mos e prit. Dhe atëherë ti vërtet jep ose dhuron dashuri, e çon dashurinë tënde diku. Dhe duke dhënë dashuri, një farë forme jep një farë hapësire të fushës magnetike tënde, sepse dashuria është një magnetizëm, dikush e ka këtë magnetizëm shumë një fushë të madhe magnetike që tërheq. Po ka të tjerë që dhe krijon një farë kimie, një farë lidhje me të tretë, me të dytë, ndoshta edhe me ambientin e punës, një farë dashurie është edhe përtej kësaj dashurisë intime. Po farë vetëm një moment. Te kjo dashuria e njanshme, Andi ti mund ta doje një njeri që s'të do ty? Jo vetëm në pikpamjen partneriale. Nuk është puna mund ta doje, sepse e do ose nuk e do, nuk është puna a mund ta bëj. A mund ta doje. Do të thonë sepse tha ti jep dashurinë dhe nuk e pret. Dgjoj, të duash, Kozeta, të duash, nuk do të thotë a mund ta duash dhe do e duash atë person, sepse ai person do të doj. Ose ai person të do dhe do e duash. Ajo ndodh, është ose se e don ose nuk e don. E ke të duan, njësoj si çdo. Dgjoj, dashuria është e don ose nuk e don, nuk është. Është tjetër gjë pastaj pjesa, çfarë futet e pjesa e këtyre nuancave tjera plotësuese. Ajo pjesa që ti dashuria është interesi. Kjo pastaj ka pra unë të dua ty. Që edhe ti të më duash mua sepse unë ndjem. Jo, po kjo është interes shpirtëror. Po interesi i parë në këtë pikpamje i bie dashuria për nënën, se hera parë që ne dashurojmë, ose që nëse mund të abuzojmë me fjalën të dashurojmë, se këtë doja ta shpjegoja pak edhe si koncept, po të ftuarit mua nuk më lanë që ta përfundoja. Po. Si koncept. Angela, po ta përfundosh tani. S'ka gjë. Sa pa e hodhi me spond, ti ma more fjalën dhe edhe tjetër kujt. Po dal pak. Unë ngile duke hedhur me spond të pjesën kur më ndërpresin, sepse duke qenë në kornizën e psikologut nuk mund të bësh gjithkohës revolucionaren për të marrë fjalën edhe për ta mbaruar, kështu që i lë të tjerëve hapësirë për të mbaruar fjalën e tyre. Duke rikthyer tek tema, do thoya që ne shpeshherë edhe mund ta abuzojmë me fjalën të dashuruarit. Jam i dashuruar pas qenit, jam i dashuruar pas kësaj karfice shumë bukur, pas kësaj varse, sepse çdo gjë ne ja atribuon një lloj
simboli që mund ketë ose një lloj rëndësie që mund ketë tek neve. Ndërsa tek pjesa e të dashuruarit me interes, a mund ketë fëmia dashuri kundrejt nënës, domethënë një dashuri shumë të madhe dhe gati varëse, sepse është në fëmijërinë e hershme, për interesin për mos mbetur vetëm, për mos mbetur pa ushqim, për mos mbetur pa strehim. Kështu që nëse ne do të shikonim në këtë lloj konteksti, në çdo lloj dashurie, ka pak fare interes, qoftë ky nëse mund ta quaj pozitiv, apo qoftë ky një interes negativ nëse do të dilnim në të tjera pikpamje materiale të lidhjeve të kohëve të fundit që dëgjohen shumë nëpër fjalët tona urbane apo nëpër komentet tona të tilla. Po, unë e dua atë 45 vjet më të madh, po kam një dashuri të jashtëzakonshme. Sepse dashuria nuk ka morë, sepse dashuria është kimi, sepse dashuria nuk është llogari, nuk është një matematikë dhe ajo vjen edhe ndodh. Le të mbetim në kontekstin që dashuria është një ndjenjë që ty të bën njëri të mirë në rast parë, sepse ti krijon është një ndjenjë pozitive. Dhe duke qenë pozitive në vetveten tënde, të duash tjetrin për atë që është. Jo ta duash edhe ta ndryshosh edhe pastaj të duash ta mbash me, domethënë kalojmë në të tjera pikpamje. Patjetër që edhe pikpamjet e tjera dhe ndryshimet e tjera janë marrëdhëniet njerëzore, duhet të ndodhë një gjë e tillë. Si të thuhet, dhe një e mirë dhe një e keqe. Po mos të ekzistonin të dyja, nuk do ishte jeta. Nëse nuk do kishim dashuri të varur dhe dashuri tolerante apo të sinqertë të tjera me radhë, atëherë jeta do ishte vetëm bardëzi. Ndaj është me ngjyrë dhe kemi kur flasim në përgjithësi, në veçanti, flasim për diçka unikale. E rëndësishme është që dashuria mbetet edhe në ditët e sotme, pra në 2015 që jemi ne, mbetet ende një magji. Dhe mbetet motivi më i fortë për të shkruar shkrimtarët, për të ecur përpara. Domethënë është një motivacion shumë i lartë tek njeriu. A dashurojmë ne me zemër, a dashurojmë në bazë të skemave mendore? Kjo do vazhdojë që të jetë një pikpyetje përgjatë gjithë pjesës së Jorgo, se do të marrësh fjalën. Jo, do të thosha këtë. Jam dakord me çfarë flitet sepse është realitet. Por sot ka ardhur koha. Por fatin do ne kanë shkruar hyje. Është një kohë. Çfarë duhet ne për sistemin? Por nuk e diskutojmë që se çdo gjë që çdo qelizësh ka ndikim, po. Do të thosha, është ndryshe dashuria virtuale apo reale. E dyta flitet që siç e the dhe juve që unë mund ta du X-in, por nuk e dashuroj. Atëherë e respekton, nuk e dashuron. Nëse një person bën respekt dhe dashurinë, është e pandashme çdo lloj të jetë individ apo vjet përgjithshme që mund të prishë të rezistë prish asnjëherë. Respekti dhe dashuria bashkë. Kurse në shumë të raste kemi, se un kam 10 seksit femrave mashkull që vinë në parashikime, tek 50% që dërgojnë mesazhet dhe thonë që Jorgo, astrologu.al, man thuaj. Astrologu.al. Jo, po e din gjithë sepse astrologu.al dhe 50% është bërë e dërgon një mesazh thotë tu 2 natës. Ma akoma dhe me klikuar dhe me provuar të 900. Kur atë që kanë thënë se çdo njeri nxjerr një rezultat, bën një përmbledhje, nxjerr përfundim. Dhe pse thotë? Të shumtit janë peshit. Do ta them pse? Janë peshit dhe virgjereshat. Hapi veshët Andi. Që ndikojnë shumë. Edhe britsjapët, se britsjapët janë më shumë ekonomist, se britsjapët kanë dorën e ftohtë, po zemrën e zjarrt. Atëherë pse janë këto? Peshit janë shumë telepatik, janë shumë të dhënë mbas gjërave dhe i duan gjërat në çdo lloj majtpenës, nuk durojnë dot të prishin diçka. Dhe virgjereshat japin shumë, por presin për të marrë dhe nganjëherë mërziten. Dhe kalon në respekt, jo në dashuri. Dhe çfarë ndodh sepse me të drejtë, atëherë themi, duhet të e para dashuria sepse fillojmë tek dashuria dhe përfundojmë me dashuri duhet, po dhe të respektojmë. Në rastin konkret, se sot është bota e internetit, janë botra shumë gjëra futet X-i për të parë, domethënë nuk shkon më dashi me demi. Ama kjo është një horoskop i veçantë. Po ky horoskop, një horoskop tjetër këtu, dhe unë të them fiks që nga këtu kjo periudhë është ideale, pse jo. Po nuk shkon e kam dëgjuar unë. Po si kjo është jashtë asaj. Prandaj bëhen këto gjëra, sepse planetet, ato çka janë, të japin mundësinë. Dashuria morë të lë dhe planetet, të jep dhe çfarë do të bësh, në kohën që do, në atë moment që do, shkon deri jo në martesë, po deri në fund. E nuk prishet asnjëherë. Deri në një martesë që vazhdon dhe ka jetën e gjatë. Po. Do ndërpresim për pak sekonda për një aktësi të shkurtër publicitare, do kthehemi përsëri në studio bashkë në 20 minutat e fundit të pjesës së tretë.